Pritis i erdh fundi. Kiara Tito shtatzën për herë të dytë. Fansat e Luizit dhe Kiarës janë në ethe pas deklaratës së fundit të këngëtarit të njohur, i cili me një koment të papritur ka ndezur thashe themet për një shtatzëni të dytë. Në një postim të fundit të Kiarës, ku moderatoria shfaqet më në formë se kur, Luizi ka lënë një koment që ka ngjallur kuriozitet dhe emocion. Siç e shikoni pra zonja dhe zotërinj, me rastin e rikthimit të linjave që Kiara dëshironte që për mua është kukull edhe po të futet në fes, besoj se ka ardhur koha ta bëjmë lunën me një motër. Ky koment ka bërë që fansat aludojnë se ndoshta Luizi dhe Kiara janë në pritje të fëmijës së dytë. Kujtojmë që historia e dashurisë mes Luizit dhe Kiarës ka qenë një nga më të përfolurat në Shqipëri, që nga fillimi i tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Që në atë kohë, Luizi nuk i ka fshehur asnjëherë ndjenjat e tij të forta për Kiarën, ndërsa publiku shpesh ka qenë dëshmitar i momenteve të tyre të ngrohta dhe të sinqerta. Pas përfundimit të spektaklit, çifti kurorëzoi dashurinë e tyre me martesë dhe shumë shpejt u bën prindër të vajzës së tyre, Luna Mari. Deri tani, asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar lajmin në mënyrë të drejtë për drejtë, por ngacmimi i Luizit ka bërë që rrjetet sociale të shpërthejnë me urime dhe komente të gëzuara. A është vërtet Kiara në pritje të dytë apo është thjesht një batutë e Luizit? Nëse lajmi konfirmohet, duket se Luna Mari do të bëhet motra e madhe shumë shpejt. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!